Mjaft më metalje, Kosova dhe Ballkani meritojnë dinjitet, jo retorik boshe nga BE. Më 16 maj 2025, Tirana u kthye në epiqendrën e vëmendjes europiane, duke pritur samitin e 6 të Komunitetit Politik Evropian, një spektakël i madh diplomatik që pretendoi të fliste për një Evropë të re në një botë të re. 47 lider nga e gjithë Evropa u mblodhen për të diskutuar për sigurinë, energjinë, migracionin dhe rolin e kontinentit në botë. Por pas duar shtrëngimeve, buzëqeshjeve për kamerat dhe fjalimeve të bukura, mbeti një pyetje e thjeshtë dhe e dhimbshme: ku është Kosova në gjithë këtë? Kosova, një vend që jeton dhe merr frymë me orientimin evropian, injorohet. Kosova është një nga ato vende të rralla në botë ku çdo politikë shtetërore, çdo reformë dhe çdo hap strategjik është ndërtuar mbi besimin se Bashkimi Evropian është shtëpia e ardhshme. Institucionet e saj janë reformuar sipas standardeve të BE-s, demokracia është konsoliduar me mund dhe sakrificë, lufta kundër korrupsionit dhe sundimi i ligjit janë përqafuar si prioritete jetike. Dhe çfarë merr Kosova në këmbim? Sanksione, bllokime, diskriminim, heshtje. Në samitin e Tiranës, presidentja Vjosa Osmani tha me plot të drejtë se zëri i Kosovës duhet të dëgjohet aty ku vendoset për të ardhmen e Evropës. Por zëri i saj dhe i një populli të tërë që përpiqet të qëndrojë në anën e drejtë të historisë është injoruar. BE vazhdon të mbajë në fuqi masa ndëshkuese ndaj Kosovës, ndërkohë që Serbia, aleate e hapur e Kremlinit, shijon trajtimin e preferuar. Serbia në prerin e Putinit dhe përsëri e preferuara e BE-s. Ironia është e egër. Serbia nuk e fsheh më lidhjen e saj strategjike me Rusinë. Ka refuzuar të vendosë sanksione ndaj Putinit, strehon propagandën ruse në Ballkan dhe nuk ka bërë asnjë hap serioz drejt demokratizimit të thellë. Dhe megjithatë, BE e përkëdhel. I hap dyert. E mban në krah. Serbia armatoset, provokon konflikte në veri të Kosovës dhe ftohet në samite si aktore konstruktive. Kosova mbron çdo centimetër të tokës së saj me shpirt e mish, ruan paqen, mban trupat e KFOR-it si partner dhe trajtohet sikur të ishte armiku më i madh i BE-s. BE, bëhu si unë, por mos prit drejtësi. Bashkimi Evropian predikon për demokraci, drejtësi, të drejtat e njeriut dhe bashkëpunim. Por veprat e tij po tregojnë fytyrën e vërtet të një politike të qelbur, ku interesat afatshkurtra gjeopolitike peshojnë më shumë se vlerat për të cilat ky union pretendon se ekziston. Tani është momenti për të vënë gishtin mbi plag. Ballkani Perëndimor, përfshir Kosovën, Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut, Bosnjën dhe Malin e Zi, nuk mund të vazhdojë të jetojë në këtë iluzion të pafund. Premtimet pa afat dhe retorika pa thelb nuk mjaftojnë më. Ose pranojeni këtë rajon si pjesë të barabartë të projektit evropian, ose hiqni dorë nga loja e manipulimit. Është koha për një alternativë të Ballkanit. Nëse Evropa na konsideron të padenjë për të ulur në tryezë, atëherë Ballkani duhet të fillojë të ndërtojë rrugën e vet. Jo si rebelim i verbër, por si përgjigje dinjitoze. Ka superfuqi botërore që janë të gatshme të investojnë në këtë rajon, të ndërtojnë ekonomi dhe infrastrukturë, të forcojnë institucionet pa hipokrizi. Nuk mund të jetojmë pafundësisht duke u lutur për një vizë, një kapitull negociatash, një ftesë për t'u përfshirë. Kosova dhe vendet e Ballkanit Perëndimor kanë kapacitete, kanë vizion dhe mbi të gjitha, kanë popull që meritojnë më shumë se kjo gjendje të përhershme pritjeje e përbuzjeje. BE-s i ka ardhur momenti të zgjedhë, ose të pranoj Ballkanin si pjesë të së ardhmes së saj reale, ose të pranoj me sinqeritet se nuk e do dhe të na lërë të lirë të vendosim për fatin ton. Sepse Kosova nuk është një krahim problematike. Është një shtet që ka luftuar për çdo milimetër demokracie. Dhe historia do t'i mbajë shënim të gjithë ata që heshtën kur ajo meritonte të dëgjohej.